Përshëndetje të gjithëve. Valla. Desha me nisi video për festat të fund vitit, po sikur diçka s'në rregull. Është të mungu diçka, s'është në rregull. Qa mundet me qonë se, qa mungon? Ndoshta kam një ide se qa mund tjetë. Duket se kamera është pak pis. Okej, tashi po që duket si atmosferë për vitin e ri. Kjo atmosferë është e mundur prej dritave që Switchbot mi ka sjellë që t'ja tregoj. Kështu që shkoj me ca pamje të shpejta edhe me unboxing. Ore, pa gjo kurse kush me lak të dera. 2 kutia goxhat mëdhaja. Qa mund t'ken mrejna se? Shkoj me hapim edhe zbulen. Okej. 3 kuti nga kompania Switchbot. Por kjo tjetra, shkoj me hapim e t'ja tregoj. Për që nuk e dini, kompania Switchbot bën drita inteligjente. Duhet me bo unboxing gjitha këto. Edhe duhet me ju gjetë venin mrapa. 2 voglat janë sherita RGB, të cilat janë model ndryshe, po nuk e di diferencën, që kanë 5 metra të dyja, shkojmë edhe i shohim. Këtë këtu besoj dhe vetë tavolina, se më janë djeg dritat që kam pas, që duhet me vut reja. Por që këto drita janë shumë më inteligjente se çdo dritë që keni pa ju. Nuk janë si ato drita që merrni 5 euro në për dyqane. Shkojmë edhe hapim. Gjëja e parë është shiriti, një kabël me komanda, priza, edhe një telekomand. Por që s'besoj se do përdor këtë për shkak të inteligjencës që kanë dritat, që d'ja tregoj më vonë. Para se shkojmë me këtë tjetrën, vetëm po ju them se qa është shkruajtur në kuti, edhe se qa i bën speciale këto drita. Dritat e tjera do të mi kontrollu me i telekomand si kjo, edhe me zgjedh mes këtyne 12 ngjyrave që ka pulti, ndërsa këto mund t'i kontrollosh me shumë mënyra ndryshme, por që ajo që i bën me speciale është se mund t'i kontrollosh me aplikacionin që ka vetë telefoni. Për shembull, në iPhone mund është me kontrollu me aplikacionin Home, që e ka vetë, në Samsung me Smart Things, me Google, Alexa, me gjitha. Kontrollohen edhe me zën. Qofse ke Siri në iPhone për shembull, i thu hey Siri, të dhoma e gjumit mi bë dritat 50%. Edhe ti bën. Shkojmë me unboxing. Opa. Një sesë tjetra, prap njësoj. Këto besoj se do i vete televizori, ndërsa këtë tavolina e kompjuterit. Ndërsa 2 produktet e mëdha janë floor lamps, do me thonë drita që vendosen tokë. Edhe këto njëjtë si ato 2 tjerat kanë një diferencë, përdesa që ta emri duken që kanë ndryshim, por që këto drita japin një lezet vetë e dhomës. E bëjnë ambientin duket shumë ma i ngrohtë, me thënë. Plus për mu që jam youtuber, në background me ma një dritë tillë, e bën shumë duket profesionale, kështu që shkojmë unboxing të dyjave. Okej, shkojmë edhe hapim. Që ka trupi i dritës i ndam në 4 pjesë. Pjesa metalike të më të. Ja ku është edhe drita në formë tubi. Do të me e këtë tubin që duket të uj. Një kontrolerin gjashëm me të voglave. Një kaçavid me vidat vogla. Pas ka dhe hekura që me e ngjit në mur. Qose nuk do me e lënë tokë, po do me vu në mur si vertikal, si horizontal, mund ta vesh me këto. Këmba. Edhe pulti, por si që u thash nuk na duan pultat se këto janë super inteligjente. Shkojmë edhe me të fundit. Edhe kjo njëta gjë besoj, e hapa me kokë poshtë. Nejse, tubi, koma, to me montu në mur, kaçavida me vidat, edhe trupi. Okej, tani shkojmë montimin, shkojmë nxjerrim të. Kjo pasa qenë pjesa e sipërme, nga ana tjetër që e ka pjesa e poshtme. Me thëna duhet me fut kështu. Shkojmë bërthem vidat njerë. Edhe vida e fundit. Opa. Tani jemi gati për shiritin. Fillon këtej. E fusim. Okej, si shmë tashti një është 80% gati. Tashti na duhet kjo, që me fut ata këtu. Okej, edhe përfundoj, si shmë tashti një duket goxha mirë. Tani shkojmë edhe vejm te koma. Edhe është gati, nuk lëviz fare. Tash po montoj edhe këtë tjetrën shpejt e shpejt. E kam vendosur dy të cepi, se kamera këtu e ka pa cepin kur jam nëpër video nëpër live streama. T'jo tregoj tash me dritën figur. Normalisht të drita janë bërë për muret bardha, po me që është muri i kuq vendosa ta bëj dritën e kuqe, vetëm sa më u duk ngjyra e murit. Edhe me ngjyra tjera nuk është duket keq, me dritë fikur duket goxha mirë, ama me dritë nezë mund ta shfini vetë se duket çuditshme. Kjo është bërë për menet e kuqe. Ndërsa këtë tjetrën e kam vendosur të muri bardha në setupit.
Kjo siç mund ta shihni shko shumë më shumë, se këtu çdo gjë është e bardhë, tavolina, kompjuteri, muri edhe del shumë bukur. Tani shkojmë me fikim edhe dritën. Ka shumë moda të ndryshme, por që do ja tregoj më mirë kur ta lidhim me telefon. Tash e kanë radhën këto dritat, të cilat një palë do i vej këtu, poshtë tavolinës do i vej. E ngrim tavolinën që të mundem me punu më mirë. Okej, më shumë se kaq s'kam kuaj çaj. Më dolën çik romuja tash. Siç mund të shihni këtu janë dritat e vjetra. I kam pas vu me ngjitse. Këto nuk vëjmë më, kështu që shkojmë t'i hekim që të vëjmë të rejat. Pjesa poshtë në u heq, tash duhet me heq edhe pjesën mrapa, këtu që është vu, mas tavoline. Këtu që janë këput fare, për nes po kanë mo. Drejtën kosh me turinave. Sa po lëvizë tavolinën, siç mund ta shihni, që të kemë vend vej dritat këtu. Shkojmë t'i hapim t'i vendosim tash. Okej, ana e prizës më duhet të knej, se këtu janë prizat, jo anej. Ngjitsen e kanë vetë to, kështu që thjesht duhet me e heq këtu. Edhe ngjitën. Okej. Dhe mbaroj. Okej, shkojmë edhe lidhim të tash. Shumë. Rregull. Tash i lidhem me kontrollerin, këtu mrapa kena kështu për me ngjit, nëse do të ngjitet këtu. Kështu që shkojmë edhe e ngjisim, pse jo? Shkojmë edhe e ngjisim. Edhe siç ta shihni, është ngjit nuk lëviz më. Drejt se kam vu, po nejse, s'intereson kujt. Shkojmë edhe lidhim prizën. Edhe undezën. Siç mund ta shihni, edhe nga poshtë, vetëm shihni sa dritë bëjnë në shok. Mos vini re rromujen se janë kablat e gjonat, po do rregulloj edhe do t'ju tregoj gjithën kur është pastër. Thjesht shihni jo shumë. Tapetit gri apo ngjyra o shok. Okej, tani që pat unboxing, shkojmë t'ju tregoj pse janë speciale këto. Këto drita mund t'i kontrollosh me aplikacionin që ka vetë telefoni. Për shembull, unë që kam iPhone mund me kontrollu me Apple Home. E pse SwitchBot e ka aplikacionin e vet, nëse intereson mund ta shkarkoni, por që me Apple Home besoj keni gjithë më të lehtë. Shkojmë t'ju tregoj se si ta lidhim. Okej, tani t'ju tregoj se si me lidh dritën. Kena aplikacionin SwitchBot edhe Home, që është e iPhone-it, me që në këtë rast jam iPhone-un. Po keni edhe për të Android, keni atë Google Home, a nuk e di çfarë aplikacioni ka. T'ju tregoj drita tu te SwitchBot-i herë. Siç mund ta shihni këtu te dhoma e gjumit, te dhoma e gjumit kam dy dritat të lampat në kom, edhe dritat e tavolinës, ku mund t'i kontrolloj me buton, ose mund të hyni te Apple Home. E këtu siç mund ta shihni kam vetëm dy drita. Tash do shtojmë ata. Për me shtu mjafton shkojmë këtu te plusi, shtojmë aksesor, edhe këtu na hap kamerë për me skanu QR kod. Skanojmë kodin. Thot tu add to home. Edhe ushtu, thot tash të cila dhome do, ne kena të dhoma gjumit, kështu që continue. Çaj emri do me vu, floor lamp, për me W që ta di cila është, edhe done. Okej, tani vetëm i buton, shifeni si nizet. Këtu e kam se sa du ndryqimin, a du me ngjyra ambienti, apo du në ngjyrë tjetër, qa ngjyrë të dush. Ja se si duke televizori pa drita, shumë thjesht, asnjë gjë speciale. Edhe ja me drita, siç mund ta shihni jep atmosferë gjithë dhomës, jo vetëm televizorit. Faleminderit që keni pa këtë video, nëse interesuar, linkun e keni në description. Falenderoj SwitchBot për sponsorizimin e kësaj videoje dhe bashkë fillojmë videon e radhës. Bye bye.